Me shtë emisionin 05, pas pjesës së marketingut, jemi tashmë prap në studio. Është nëse e veçantë që pranë vetes kam një regjisor, Ben Apolloni. Përshëndetje, Beni. Përshëndetje. Faleminderit shumë që pranove ftesën. Faleminderit për ftesën, erdha me kënaqësi. Është kënaqësi për neve që kemi në studio. Beni, po e fillojmë kështu. Na trego sa është e vështirë puna e një regjisori. Është punë e vështirë dhe mendoj që këtë më së miri e ka thënë, e ka definu regjisori Ingmar Bergman, regjisori i madh suedez. Ka thënë të realizosh një film, është të organizosh një botë të tërë. Do të thënë, imagjino se sa e vështirë është me organizu një botë të tërë. Është profesion shumë i vështirë, sepse së pari duhet të mendosh shumë për idenë, të gjesh një ide që është interesante për publikun, mandej atë ide ta zhvillosh dhe ta realizosh, të grumbullosh shumë njerëz, të gjesh fonde dhe deri te finalizimi i projektit, ta zëm nëse bëhet fjalë për film, po paka shumë edhe njëjtë është edhe për shfaqje. Është goxha një rrugë e gjatë e vështirë, po ne që kemi zgjedhur këtë profesion është shumë rrugë e bukur dhe besoj që shumica prej nesh nuk do ta ndronin kurrë. E mirë kjo. Pavarësisht punës së lodhshme, po besoj se edhe duhet vlerësuar kjo punë. Sa vlerësohet tek ne puna një regjisori? Po tani vlerësimet, financiarisht nuk është që vlerësohemi shumë, po nuk është që vlerësohemi edhe keq. Jemi okej, jemi paka shumë si që jetojnë shumica e qytetarëve të Kosovës, ne do të donim që për një projekt të pagueshim ndoshta me miliona, po ja që ne i përkasim një kulture të vogël, një gjuhë të vogël, jemi si me thënë, jemi një kombi vogël, i ndam në disa shtete, po prap edhe nëse bashkohemi, prap nuk jemi shumë, kështu që e gjithë kjo mandej ndikon edhe në fitimet që mund t'i ketë një film ose një shfaqje, po jemi okej, mendoj që mirë është, nuk është keq. Shumë e quajnë se është një ndër profesionet më të vështira ndoshta. Po, pa ta lexu dikon që është profesioni i dytë për nga stresi, llogaritët. I pari është ai pilotëve, edhe atë i pilotëve, do me thënë është bërë një studim për këtë, ka qenë i pari në profesionet më stresuese i pilotëve edhe atë gjatë luftës dytë botërore. Do me thënë, ata kur kanë qenë gjatë kohës së luftës, kanë fluturu, do me thënë, me fluturaket nëpër terrene luftrash. Do me thënë, ata kanë qenë në top list, top 1, për ndryshe mandej janë regjisorët nga stresi. Tashti në luftë na jemi të parë, pas luftë jemi të parë. Sa të konsumon kjo, si individ? Mendoj që të lodh shumë, po nuk të konsumon, sepse artistin e provokon çdo gjë që e rrethon edhe ti vazhdimisht ki ide të reja. Bile bëjmë hajgare, me siguri edhe ju e dini atë Barcoletën, ide po kemi plot, po s'po kemi pula. Kështu që ne lodhemi, po pushojmë dhe mendoj që kjo pjesa e lodhjes fizike është më pak e rëndësishme. Ashtu. Beni, ndalemi pak më shumë. Na trego gjerësisht cila është puna kryesore e një regjisori. Po është pak problem të thuhet cila është puna kryesore, po mendoj që është shumë e rëndësishme së pari një regjisor të di të lexoj. Të lexoj. Mendoj që është esenciale për një regjisor të lexoj, të di të lexoj skenarin, të di të lexoj dramën, të di të lexoj edhe gazetën apo tani portalet, se gazeta të shtypura nuk po kemi, edhe të di mandej të realizoj mbi ato që lexon, të realizoj vizionin skenik apo vizionin filmik,
Dhe kjo, do të thënë, për mua është pjesa më e rëndësishme që regjisori të di të lexojë. Do të thënë, edhe mandej kjo mund të thuhet edhe rëndësia e të lexuarit është për shkak se edhe ndikon në kulturën që krijon një regjisor që lexon. Edhe mendoj që po s'pate një kulturë shumë të madhe, nuk do të mund të krijosh kurrë një vepër të hajrit. Sepse filmi është art sintetik, do me thënë, të 7 artet i bashkon dhe krijon një art të ri, artin e kinematografisë, artin filmik, dhe ti duhet të kesh njohuri për të gjitha artet, po mendoj që nuk mjafton as të kesh njohuri për të 7 artet. Mendoj që ti duhet të kesh njohuri edhe për filozofin, për psikologjin, për politikën, për gazetarin, e shumë tjera që tani mund të mos më bien në mend. Po du me kalu pak të teatrot. Si është gjendja aktuale e teatrove në Kosovë? Jo e mirë, gjendja e teatrove nuk është e mirë, mendoj që kanë probleme në shumë çka, po mbi të gjitha kanë probleme edhe me infrastrukturën. Për shembull, nuk teatrot e Kosovës nuk ofrojnë mundësi që ti të realizosh shfaqje të mëdha, shfaqje me shumë aktorë, shfaqje spektakolare, që do të ndikonin shumë mandej edhe tek audienca, që të bëhet më kurrështare dhe të doje të vije. Sepse shfaqjet e vogla kryesisht janë interesant, unë i du shumë, kam punu shumë shfaqje me 2, me 1 aktor, me 3, po janë kryesisht shfaqje që punohen për disa njerëz që teatrin janë afër teatrit, ose janë profesionist teatrit, ose janë shkrimtar, janë gazetar, janë artistë të ndryshëm, filozof, po për masën e gjerë, sikur kam përshtypje, nuk janë shumë interesant shfaqjet me pak aktor. Mendoj që ne duhej të kishim më shumë shfaqje spektakël, për t'i zgju kurreshtjen shikuesve, po për fat të keq teatrot tona nuk ofrojnë mundësi teknike, do me thënë si objekte, si janë ta pamundësojnë me realizu shfaqje të mëdha, dhe natyrisht edhe buxhet nuk kanë buxhet të mirë, të mjaftueshëm. Mendoj që duhet rritet buxheti. Teatri më i mirë në botë shumë kush e konsideron teatrin gjerman. Sepse tani nuk më kujtohet sakt, po e kam pas lexuar para rreth 10 vitesh, që buxheti i teatrit gjerman është miliardësh. Miliardësh? Po, veç për teatr, Gjermania ndon disa miliard euro. Po. Që është kjo shumë shqetësuese në vendin tonë? Që ndonë shumë pak ose pak, ndonë ose jashtëzakonisht pak. Për shembull, ka ndodhur në disa herë në Ministrinë e Kulturës kam aplikuar me projekte teatrore, dhe ata më kanë përzgjedh për të më përkrahur projektet, edhe kur kam shkuar aty më kanë thënë ti kemi nda 3.000 euro, 5.000 euro, edhe unë kam llogariti, kam pas tazëm 6 aktor, edhe çka bëjnë 3.000 euro, 6 aktor, aty pa llogarit mandej skenografin, muzikën, kostumet, e gjana tjera që janë të nevojshme për me realizu një shfaqje, edhe kam heq dorë disa herë nga përkrahja e Ministrisë së Kulturës. Do me thënë, njerëzit që e kanë drejtu kulturën, po edhe tani që po e drejtojnë, mendoj që nuk e kanë kuptu rëndësinë e kulturës, dhe mendoj që asnjëherë nuk e kanë trajtu siç duhet. The që nuk i ke pranuar ato fonde për arsye se nuk kanë qenë të mjaftueshme. Jo, të mjaftueshme, ato nuk do të mjaftonin ta zënë ti nëse ke 6 aktor, jo më ditje, po nëse ti punon 45 ditë me një ekip të tërë, është problem nështë edhe ushqime udhëtim, disa mund të mos jenë ta zëmë Prishtinë ose në Ferizaj dhe duhet të udhëtojnë, janë ekstrem pak, dhe është ofenduese dorën zemër. Edhe do të thotë që ato projekte mandej janë shu? Po, s'janë bo, kanë mbet në
laptopin tim edhe në kokën time. Sa është shqetësuese kjo për ty? Për shembull kur ti punon në një projekt të Është tërë. shqetësuese sepse ti të provokon diçka. Të ha nga brenda. Ashtu. Edhe ke dëshirë me realizu. Nuk është veç që ta realizoj veç për të fitu pare. Edhe pse edhe ne artistët jemi njerëz edhe ne paguajmë fatura, edhe ne paguajmë ushqim, edhe ne paguajmë udhëtim, si çdo njeri tjetër, edhe kemi të drejtë që të kërkojmë të paguhemi, po ajo ma e vështirë, ma e rënda është për ne se e kemi atë që na ngacmon që me ditë net nuk na le rehat, na le pa gjumë natën, edhe ne duhet ta ndërtojmë, ta qesim në skenë, ta heqim atë ide, ta qesim para të tjerëve, le ta shohin edhe të tjerë, të diskutohet për të. Një farë mënyrë ne pas premierës zakonisht përjetojmë një farë çlirimi, po është e shumë e rëndë kur këtë ide mbesin në ne edhe vazhdimisht nuk them që shuhen, po vazhdimisht janë dikon në ne dhe na djegin dikon. Mbesin në arkiva të teme? Jo në arkiva, po mendoj që ato na mbesin në shpirtin tonë që na djegin çdo ditë. Çdo ditë? Janë si fije shkrepse që janë dhezë një herë dhe nuk shuhen kur, po që se nuk dalin në skenë. Po, fatkeqësisht shkoku i fundeve do të thotë është e keqe kur shuhet një projekt pas një pune shumë të madhe. Shumë e keqe. Të flasim pak për të rinjët. Sa po kanë interesim për shfaqjet teatrale? Tashti të rritë ka që janë të interesuar. Edhe apo i munguj shfaqjet shoqërisë tonë? Po natyrisht që po i mungojnë se nuk prodhos shumë. Prodhim. Nuk ka prodhim. Po të ketë prodhim, mandej mendoj që do të kishte më shumë edhe cilësi, edhe do të kishte më shumë të interesuar, do të kishte më shumë spektator, sepse do të flitej më shumë në media, do të flitej më shumë në rrjetet sociale, edhe mendoj që është interesant se pak kush e di, po në histori vepra e artit me fitimet më të mëdha, nuk është as film, as këngë, as piktur apo libër, po është një shfaqje teatrore. Që ka fitu miliardat, është konsiderohet vepra e artit me fitimet më të mëdha, është shfaqja Mbreti Juan e Broadway. Po natyrisht për realizimin e asaj shfaqje është investuar shumë, edhe mandej është fitur shumë, sepse Shakespeare ka thënë nga asgjëja del asgjë. Nëse nuk investon në asgjë kemi fituar. Ashtu. Edhe si përfundim lidhet që nuk ka interesim shkoku i mos prodhimit, nuk ka prodhim shkoku mos financimit. Po natyrisht duhet të ketë produkt. Po s'ka produkte në market, na s'do të shkonim, apo ja. Kështu që është logjik shumë e thjeshtë. Ka produkte të mira, ne shkojmë. S'ka, nuk shkojmë. Po. Bene, desha të pyes teatri apo filmi? Ku ndjeshti më rehat edhe? Unë ndjem rehat në të dyja, mendoj që në teatr është pak më kollaj, sepse e ki krejt në një vend edhe është pak më lehtë i menaxhueshëm ekipi. Filmi kërkon më shumë njerëz dhe më shumë lokacione, është pak më i hallakatën kështu. Përndryshe unë i du të dyjat edhe definitivisht unë nuk mund të jetoj pa këto dy dashurit mia. Pa të dyja. Sa ka prodhim kualitativ në Kosovë? Pak ka, sepse e thamë, lidhet çdo gjë me financa, nuk është që financohet shumë edhe ne shpeshherë shfaqjet që i kemi në kokë edhe kur i realizojmë në për teatro, na dalin si skica të asaj çfarë kemi mendu. Është pak problematike edhe kjo se nuk mund të realizojmë skenografinë si duhet, nuk mund të realizojmë kostume, duhet të heqim ndoshta thonë s'kemi buxhet, duhet të heq kompozitori. Janë elemente shumë të rëndësishme për ndërtimin e një shfaqje teatrore të gjithë këta. Kompozitori, skenografi, kostumografi, dizajneri dritave,
rekuiziteri, të gjithë këta njerëz janë të rëndësishëm në teatr dhe të gjithë ata duhet të kontribuojnë. Regjisori është organizator, regjisori punon me aktorët, me formën e interpretimit edhe ju kërkon atyne, por realizimin duhet ta bëjnë, nuk di të bëj muzikë. Unë di ta dëgjoj edhe di kur muzika më përshtatet edhe di se ndoshta njëherë di me ja tregu me ritëm, me gojë, bëj si çka po du, po nuk di të ta krijoj, ta kompozoj. Gjithashtu kostumet, unë her pas here edhe kam bërë kostume për shfaqjet e mia, kam bërë skenografi, po preferoj që të kem bashkëpunëtor. Edhe të gjithë këta mandej kanë koste për t'i angazhu këta njerëz për të kriju vepër të mirë të artit, duhet të angazhu këta njerëz, me thënë krejt për lidhët që duhet financu ma shumë. Tek financat, po. Kove të fundit në vendin tonë janë bërë trend ndoshta edhe këto tregimet popullore nga produksionet ndryshme. Po. E kemi pa që shpeshherë nuk janë aktorë profesional. Nëse mund t'i quaj. Po, këto, ky lloj koncepti kështu, ka fillu në Maqedoni, e kanë nisë atje, dhe kanë punu disa tregime interesante, kanë punu edhe unë me ta, kanë punu disa pjesë, kanë qenë profesionist aktorët dhe ka qenë profesionist i gjithë ekipi, po janë financu ato nga televizioni Maqedonisë. Mandej, këtë rend u bartë në Kosovë, e këtu në Kosovë, ata që po i realizojnë produksionet, që po i realizojnë, nuk po marrin financim nga askush. Nuk i financon televizioni, nuk i financon ministria, nuk askush. Ata po ja dalin, t'i realizojnë, po për fat të keq ka shumë amatorizëm në këto tregimet që po i realizojnë këtu, për shkak se janë të detyruar me marrë aktor jo profesionist, janë të detyruar me marrë skenarist jo profesionist, regjisor jo profesionist, kameraman jo profesionist. Domethënë, gjithçka kur ata që realizojnë një projekt nuk janë profesionist, ai s'ka si të dalë profesional, edhe është e natyrshme, po unë her pas here edhe i kam taku disa dhe ndonjëherë edhe kam bashkëpunu me ndonjërin prej tyre, ju kam thënë që është me rëndësi që të prodhohet, të mësohet edhe procesi, si gjatë realizimit të një epizode, njerëzit e shohin procesin, e shohin se si po shkon, organizimi si bëhet. Është shumë e rëndësishme kjo. Ta zamë, turqit kanë prodhu shumë seriale të lodhta, një kohë. Po tani serialet i punojnë kogja mirë. Sidomos filmat, kur i shoh filmat turq në për festivale, ku nga njerë edhe jam selektorën, shpesh herë më vjen keq kur ndonjëri nuk mund ta fus në garë për shkak se bën shumë filma turq. Do të thonë janë një super fuqi në kinematografinë evropiane, ta themi më mirë. E the se është në rregull nëse prodhojmë, po si është e mundur që ne të ushqehemi me atë prodhim, për shembull, pse ne si shoqëri e pranojmë atë jo profesionalizëm? Po njerëzit ju intereson si tregim, si historie. Edhe çish realizohet nuk e shikojmë. Si realizohet shumica nuk e ju duket interesant që po e dëgjojnë shqip. Po i shohin aktorët, po i dëgjojnë të folë shqip, edhe janë tregime që ata i njohin, i kanë dëgju ose i kanë lexu nga këto që kam mbledh Anton Qeta e të tjerët, edhe ju duket interesant kjo dhe i shikojnë. Shumica nuk i intereson kush është Martin Scorsese, më intereson mu, edhe i intereson njerëzve filmofilve, ata që kanë filmin pasion, e profesion, po shumica i intereson si tregim edhe shikojnë që aty para gjumit, ose derisa pinë çaj, edhe natën e mirë. Ti si regjisor, si e vlerëson? Në fillim e thënë nuk ka profesionalizëm. Po. Por të pengon për shembull kur je duke i shiku se tash. Unë kam edhe vështirë me i shiku. Di dorën në zemër se më pengon interpretimi keq, dialogu i keq. Po këto desha dalë, do të thotë e ke të vështirë ta pranosh se si po shfaqet ajo. Po tash ti e kam të vështirë.
po të them që unë nuk mund t'i shikoj shumicën, e di shikoj herë në klip të shkurt, po nuk mund të shikoj një epizod të tërë se shqetëson. Shqetëson. Po. E mirë ka. Bini, për fund, nëse mundesh një mesazh për të gjithë artistët kosovarë. Po artistët kosovarë është mirë që të mundohen të kryojnë sa më shumë, të ndjekin trendet botërore të zhvillimeve të teatrore, filmike, të ndjekin letërsinë, arte tjera, edhe të bëjnë një farë mënyrë të jenë pak më të ndershëm, sepse shpeshherë din t'i bëjnë sherrë njëri tjetrit, kolegu kolegut. Edhe mendoj që duhet t'jenë artistët, mbi të gjitha mendoj që duhet t'jenë edhe njerëz të sinqertë. E tha që kemi sherrë mes njëri tjetrit. Pse është kjo xhelozi mes artistëve? Po tani, disa artistë pa talentum, ata mundohen të qëndrojnë disi në skenë, edhe nuk lanë gjë pa ba për të qëndru aty. Është e çuditshme, po kjo puna e famës është trajtu edhe në letërsi edhe në arte tjera, se si njerëzit bëjnë çdo gjë për të bërë të famshëm. Edhe këta shpeshherë për të qëndruar në skenë bëjnë sherrë goxha të mëdha. E thash pak më parë për fund, por tashmë të vërtet, vetëm edhe një pyetje kam. Ka artista që mbi vlerësohen në vendin tonë? Po, sigurisht e ka. Me emra? Po ka, s'po dit ashtu me emra, mund edhe ti përmendi, po ndoshta në ndonjë rast tjetër që mund të bëhet temë veçantë. Nuk e kam problem me fol, po tash doja me e bë një listë, mos ti mbetëm. Një listë? Po. Që do të thotë ka goxha shumë. Ka goxha shumë që mbi vlerësohen edhe nuk do të ishte keq ndoshta ndonjëherë më u bë një farë debati edhe me. Në rregull, po shpresoj që në emisionin vazhdojmë do e bëjmë një emision të tillë. Mirë do të ishte. Veni, faleminderit shumë, ishte vërtet rasti që të patëm në studion e emisionit 05. Faleminderit për ftesën. Ishte emisioni 05, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për sonte, deri çtunën e ardhshme, natën e mirë.